përdore një shprehje të njohur që nuk ka asnjë gjë të re nën diell. Praktikisht për Shqipërinë në këtë rast nuk ka asnjë element të ri për sa i përket fushatës së rivlerësimit, sepse duke pasur parasysh që kanë qenë 3 fushata kryesore, të cilat me gjithë ndërhyrjet mund të shkojnë në 7 etapa, pra ka qenë 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 prill të 2022-shit. Kështu që kemi bërë tashmë 3 fushata, dim të hartojmë ligje për fushatën e rivlerësimit, mendoj që kemi mjaftueshëm eksperiencë për të hartuar dhe akte nënligjore, mendoj që kemi eksperiencë ngjashme me 2016, kur paralelisht me fushatën e rivlerësimit janë nxjerrë edhe çmimet e referencës për sa i përket transaksion pasuritë e paluajshme. Kështu që për ne është pak e vështirë për të kuptuar pse është kjo te zgjate. Mori më tepër kohë se ishte nevojshme institucioni presidentit, po merr të gjithë kohën që ligji jep në dispozicion, që mendoj që nuk është e domosdoshme Ministria e Financave për përgatitjen e akteve nënligjore. Mendoj që një nga elementet që mund të kenë ngadalësuar fushatën e rivlerësimit është pjesa e çmimit të referencës, që kësaj radhe janë të lidhura ngushtë. Pra, praktikisht në të gjitha daljet publike është thënë që do të hartohen çmimet e referencës, do të hyjë në fuqi çmimit të referencës dhe pastaj do të hyjë rivlerësimi. Pra, kthehemi mbrapsht në qershor të 2024-s, pra në maj ishte propozimi për projektin e rivlerësimit, projekt ligjin e rivlerësimit, në qershor korik ishte dalja e parë publike që po do të bëhet rivlerësimi, po do të bëjmë çmimin e referencës, dhe më pas u shtyp pafundësisht në shtator e envijim që do të bëhen çmimet dhe më pas rivlerësimi. Dhe duke sikur ka akoma një paqartësi për çmimet e referencës, çka mund të sjellë të ngadalësim, sepse vetëm kështu do të bënte sens për procesin e rivlerësimit. Përndryshe, vetë ligji i rivlerësimit është 2 faqe ligj. Kështu që për aktin nënligjor nuk besoj që do na duaj aq shumë kohë për ta vendosur në funksion. Por ngërsi me çmimin e referencës ndoshta ka shkaktuar dhe ngërsi me rivlerësimin.